Gjatorëve të natës në rrugën nacionale Herbel Peshkopi, pjesë e rrugës së Arbrit, ka ndodhur një rrëshqitje e skarpatës duke shkaktuar probleme serioze në qarkullimin e mjeteve. Si pasojë e rrëshqitjes, balta dhe inertet kanë mbuluar asfaltin dhe kanë bllokuar një korsi të rrugës, duke bërë kalimin të vështirë dhe të rrezikshëm për drejtuesit e automjeteve. Pavarësisht se për këtë segment rrugor janë shpenzuar miliona lek, situata përsëritet sa herë ka rreshje shiu. Rrëshqitjet janë të vazhdueshme dhe krijojnë pengesa serioze si për automjetet që lëvizin drejt Tiranës, ashtu edhe për ato që udhtojnë nga Tirana drejt Peshkopis. Në vendngjarje ndodhet policia rrugore, e cila po orienton drejtuesit e mjeteve të lëvizin me kujdes dhe të reduktojnë shpejtësinë. Megjithatë, mungesa e tabelave paralajmëruese që sinjalizojnë bllokimin e një korsie rrit ndjeshëm rrezikun për aksidente. Situata rëndohet edhe më shumë nga moti i keq, i cili vijon prej disa ditësh në të gjithë vendin. Rreshjet intensive kanë shkaktuar përmbytje dhe bllokime rrugësh në disa qytete dhe zona rurale, duke vështirësuar lëvizjen dhe jetën e përditshme të banorëve. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal gjatë lëvizjes, veçanërisht në akset malore dhe zonat problematike.